Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Monini, Ponti, Riso Scotti dhe uji Tepelen. Shija e anës. Zakonisht unë nuk ha kaq herët. Shkëlqyshëm, po dokët, e sigurisht edhe shija ka me qene shkëlqyshme. Tepër e mirë edhe pak e djekst, tamam qyshëm pëlqen mu. Pak trënë se ka për në me. Jo. Unë aktoroj atje të veni ku është. Këtu jo. Adem, si me lind aktor. Një prej aktorëve më të mirë që ka shqiptaria shikues. Nuk i nda teatrit, është aktori, është ylli teatrit. Ka një pyetje shikues, pse s'ka sot seriale si Tre Gjerman të Trash? Po fillojmë shikues, mirëmëngjesi për ty që sapo je zgju dhe mirëmëngjesi po i themi diasporës. Nga dhe që po na ndiqni këto momente, mirë se po takohemi me shijen e anës, edhe një epizod jemi krejt gati në fund të sezonës, vetëm edhe 2 epizode edhe koha për deti shikues, o zët, e dashuroj stinën e verës, dhe gjithë verën unë jam në pushim, nuk punoj, duke dëshiruar edhe juve verë të këndshme, pushime të bukura dhe vetëm energji pozitive, sot kam vendosur që pa e kry sezonën, ta kem një toftuar i cili është tejet punëtor fillimisht. Mund të them shikues që sa e mban ai mend vetën, besoj që e mban mend që me ato vite mirët në aktrim, adem, si me lind aktor. Po flasim për aktorin e mirënjohur, aktorin e popullit. Një prej aktorëve më të mirë që ka shqiptaria shikues. Dhe bëhet fjalë për aktorin Adrian Morina. Më bani mend tek seriali Tre Gjerman të Trash, një serial që nuk harohet. Ka një pyetje shikues, pse s'ka sot seriale si Tre Gjerman të Trash? Kur vjen Adriani do t'ja lexojmë këtë pyetje dhe ai do t'na përgjigjet. Nuk i nda teatrit, është aktori, është ylli teatrit. Isha në Gjakov javë më parë, pash një shfaqje briljante. Ka lëviza e shfaqje në për Kosovë, s'po më kujtohet momentalisht emri, por do ta hulumtoj më vonë. Me të vërtet, po ndjehem te lumtur që sot do ta kem Adrianin. Kam realizuar shumë intervista, moti se kom pas dikur në këtë vend emision mëngjesit patëm realizuar intervistë me Adrianin, sepse vitet tona është pjesë edhe e teatrit Oda ku kanë sjell shumë art. Më vjen mirë që kam qenë pjesë e atij arti, se po vlen uji, ta uli pak temperaturën, pasi që për Adrianin vetëm pas pak do të gatuaj. Fillimisht shikues se pyesa çfarë do të gatuaj, jo anta çka të dush, çka e ki ma let. Jo bre, thash Adrian, çka të hahet ty? Tha, ç'a të dush, tash apo do të pasul tha bonëm. Tha ta kallzoj një rast. Tash çka? Tha, jam të bota një shtëpi tha, edhe bashkë tha hangra pasul tha javën e kaluar me punëtor tha. Dina si vane ku hajnë punëtor tha pasul e sallat. Bashkë tha jam knaq. Jo, thash pasul s'po të bëj, por do t'i bëjmë një linguine tepër e thjeshtë shikues. Fal salsës tigullio, që e kemi të gatshme. Ja, pra, fal salsës tigullio. Që e kemi cacio e pepe.
cacio e pepe në gjuhën shqipe në përkthim do thot djath dhe piper i zi. Kjo jo veç për pasta, ja pra piperi po shihet. Hajde kamera afër. Ja pra shikues po shihet piperi i zi, ja i gjithë kavanozi është full piperi i zi. Pra, kemi linguine nga garofalo, ja po i marr. Shikues? Ja. Kemi linguine, s'kemi shpageta, kemi linguine. Pra, një pasta të thjesht, nuk na nevojitet as gjalpa, as vaj sot. Na duhet uji pastat dhe tigullio dhe buon appetito, ju bëft mirë shikues. Po shkojmë reklamën e parë dhe po kthehemi për të gatuar super pastat nga Adriani. Do shta dikush o ma shes setrana, dhe ana që ka bo pis. Kush punon? Për lyot. Kom gatu ma heret edhe, inshallah më heket. Marketing, dhe po kthehemi për gatuar super pjatër për Adrian Morinën. Mos ndroni kanalin, jemi live në Klan Kosova dhe kanalin tonë zyrtar Shianës në YouTube. Like, follow, subscribe, shikues të gjitha rrjetet tona sociale. Marketing. Shikues, është momenti për gatuar një pjatë, e cila ju merr kohë hiç më shumë, e hiç më pak se 10 minuta, dhe krejt kjo fal salsës më të mirë në treg, tigullio. Kemi cacio dhe pepe. Mos ta kishim këtë salsë, do të mirëni piperin e zi, jo djathin, do të krijonim vetë kremin. Ja pra për gjithë ne që shpesh nuk kemi kohë, kemi edhe s'kemi, e bleni tigullje dhe bëni super pastën italiane që do t'ju shijoj si kur të jeni në Itali. Tua për me kemi linguinen nga garofalo, uji na ka vlu, do t'i zijem al dente shikues. Me qenë se kjo pjatë, kjo recet, krijohet ku në fërtere, vendosën në kokra piperi i zi që merr pak ngjyrë e pastaj edhe jep aromë më intenzive. Po, nëse kishim fillu prej fillimit, kjo recet bëhet duke vendosur në fërtere kokra të piperit të zia. Ja, unë i kam këtu të përzirë. Por, me që se kemi këtu piperin, pra për thëmë, ta bëjmë ma interesant, do të vendosim në fërtere edhe pak kokra, ku do të presim derisa pak të skuqen dhe aroma do t'jetë ende më intenzive. Nuk do të përdorim as gjallë, as vaj, do t'jetë interesante, kështu që pa humbur kohë, se kjo është e marrë fërteren, ja, pa humbur kohë, po i hapim pastat garofalo dhe si gjithnje, tek Shianës, pastat hapen kështu. Ja, pra, do të presim derisa të zbuten për pak sekonda dhe këto do të zhyten komplet, pra asnjëherë mos i preni, mos i ndani shpagetat, linguinet, këtë rast linguinet, ja, apo e shihni, po zhyten bashkë, do të ta mbyllim me kapak. Tani do ta marrim një fërtere, ja këtu, ku do të punojmë me pastat. Dhe do të shkojmë në temperaturë të lartë, pastaj duke ulur temperaturën. Dhe thash, do ta bëjmë pak më interesante, edhe pse piperin e kemi tek tigullio, po kam dëshirë me i vendos disa kokra të piperit fërtere. Ja, pra, do të vendosim disa kokra. Atëherë do të presim derisa piperi skuqet pak, do të jetë më aromatizues. Dhe pastaj do ta shtypim fëmijën si në shtypsit. Do ta kthejmë në fërtere, do të shtojmë pak ujë të pastave, do t'i zhytim linguinet dhe pastaj do ta zhytim cacio e pepe nga tigullio, djathin dhe piperi dhe u kry dreka. Ja pra, presim derisa të na bëhen al dente. Shikues, ja edhe linguinet I kemi për 1 minutë gati, por edhe kokrat e piperit I kemi gati, ja do ta ndalim shporetin dhe t'i largojmë pak të lule, do t'i vendosim këtu, ja kështu. Ja. Dhe do ta shtypim.
të shkojmë fillimisht me temperaturë minimale dhe nga linguinet do të marrim ujin, ja kështu. Wow, shikua! Ja, ja kështu. Ja. Ja kështu. Wow, shikues. Pas kemi me mytë Adrianin, a? Ja, uj dhe piper. Pak shaka. Do t'jetë një super pasta. Linguinet na janë zi. Ju thash që piperin e kemi tek Tigulio, po thash ta bëjmë recetën ende më autentike. Tani, tek fërterja, do t'i zhysim linguinet, ja. Po e ndalim shporetën, do t'i marrim linguinet, ja, kështu. Me ndihmën e pincetës, opa. Reqato. Qa edhe një. Ja, ta përzim shtu mirë. Tani, do të vendosim nga Tigulio salcën cacio e pepe. Wow, ja, pra shikues, edhe linguinet i kemi gati. Atëherë, hajde kamera ofër saki. Hajde, ja pra si duken linguinet. Cacio, ja salca, por jetë poshtë. I pepe. Tani, do t'i servojmë. Hajde. E ka marrë shikues një pjatë të cekt dhe me ndihmën e pincetës do ta kemi një pjatë si në restorant. Shkojmë atëherë kështu. Atëherë është shumë e thjeshtë. Me ndihmën e pincetës t'i marrim linguinet, t'i rrotullojmë. Ja kështu mirë. Ja kështu. Dhe tani, me ndihmën e një piruni ose luge, si doni, e mbani kështu dhe e tërheqni. Sa e mirë. Për shikues kjo nuk i del Adrianit, po që mos ta prishim bukurin e pjatës, po shkoj me pjatën numër 2. Pra i tha shumë e thjeshtë, po. Ja kështu, me pincetën, i merrni, i rrotulloni mirë, o zot sa të mira. Ja kështu, opa, hajde se na u prish, jo s'na u prish. Ja kështu. Dhe me pirunin e mbani afër. Dhe me këtë ndihmë, me pirunin, ja, luk piru çka doni, e tërhiqni, e gati. Tani, tu kam piperin e zi, me qenë se janë full piper, edhe sipër duket më bukur, ja kështu. Ja, edhe pak piper. Shikues, kjo është pra pjata cacio e pepe. Linguine me djathë dhe piper të zi, e bukur, fina, edhe o zot, çfarë arome. Sa s'na ka ardhur Adriani, me qenë se kemi këtu në fërtera, hajde ta provojmë fillimisht, ta kemi bërë diçka jo, se ju thash të dyja janë të Adrianit. Hajde ta provoj. Ja. Wow. Po djeka. Tepër të mira, shikues. Se edhe piperi intenziv që e skuqa në fërtere, pëllum shindurt, zilja. Fol për Adrianin, Adriani i erdhe në kohë tamam sa si kanë ftoft linguinet, po shkojmë po e hapim ditë. Zakonisht unë nuk ha kaq herët, sepse ha një herë në ditë. Po me qenë se s'ku hangër prej djetë, ju bo gati për... Kështë që edhe në mëngjes, bën me hangër, po me të kallëzu drejt për mëdhimet. Sa bre? Te e për mirë për doket. E bukur. Qa, është kadajef, a? Ha, kadajef, po. Linguine, cacio e pepe. Hajde çka i vjen, se garant ki hangër me taliu cacio. Po, është kjo familja Caciu. Cacio e pepe, djathë dhe piper të zi. Me të thonë drejtën, nuk o që i daloj shumë llojet kështu, i ha krejt, çka do që ashtu qysh edhe kemi bisedu bashkë,
nuk ka sen dyet zotit që... Thash pasul, po e bëjta pasul, po. Ju ka zova për sori në ju ka zova, jam knaq, fenomenal. Po duket tepër mirë, e niva shihen edhe prej derës kur hina. Po piperi është prej aroma tepër po. Pa kom skush një herë fërtere piperin e zima dhe kom bro. Pas ka halo. Bom, pe ha që tu mos ta brishi, se përni me. Ja, fresh. Që bëj kipirunin atje. Jo, merre çdo. Okej. Hajde, hajde do. Hajde. Vron. Po largona në shikus, pas e të provon, e nëse mirë doni edhe ju. E lyp marketingun, ma le se kemë me kësi kemë ultim angë për shqirë. Okej, a kam përqindje marketingun e që pe thiri? Po. Okej. Provaj, ja? Hajde. Shkëlqyshëm, po dokët, e sigurisht që edhe shia ka me qene shkëlqyshme. Tepër e mirë edhe pak e djekst, ta mamë qyshëm pëlqen mu. Pi marrë të dyat. Të dyat janë tuja, okej. Se den. Super. Kur i servova ata shikus kjo si del Adrianet. Ja, vërtet se s'm del kjo. Me prishi e shinë pjatë. Jo, këto kisha hongër si tollum kështu. Tepër shia e mirë, edhe po pëlqen shumë. Shak se mu pëlqen senet që janë pak ma pikante. Ashtë pa kuadri. Mos të ushimi të rrim. Senet që janë pak pikante më pëlqen, kështu me i hongër, po kjo pas ka dhe kremën që e ki marru. Po është djate, e gatshme është ti guljës. A po? Pjatë ma të letë, ma t'i s'kom bu. Për një me, unë jam i letë, kam dorën e letë, se kam të lashe, shka do që bën, mu më pëlqen. Shikus që më pëlqej, tha, ta qka ki diçka ma letë, ta shjo bre qka ta donë zamra, ta për një me, ta qka dush. Këtë herë që shdo herë në arsh me kingjë. Kingjë kismet. Po vazhdoj me hongër që më pëlqen. Edhe unë për djesë ku më hongër. Sa i mira, pa këtërën shikus, se ka për një me. Unë aktoroj atje të veni ku është. Këtu jo. Shije fantastike. Unë ka ra me po emisionin disa herë. Faleminderit. Edhe lakmon edhe prej televizorit, i mënyrë se si fletë, si pregadit, si spjegon. Faleminderit shumë. Po vërtet shija e shkëlqyshme. Kështu që kur të tret Ana, tash kjo suni tirë këtë Kosovën, në mirën e gjys, sa emisione e ki bode tash, 104-50. 104-50 është. Kur t'ju vjen reni, kini me shiju ushqim fantastik dhe Shumë faleminderit. Po shkojmë marketing, se s'po du me t'jon me hongër në kom, kena mu ullë. Shikusit për na shohen, thuj, veç një reklam po shkojna, mos ndroni kanalin se kanë mu knaq me ty. Mos ndroni kanalin, një reklam e shkurt, po kthehemi shpejt, kemi me fol jo vetëm për ushqim, por edhe shumë gjëra të tjera, për teatr, për televizion, për film. Jeni pas meje për ju të tregoj si pregaditet ushqimi. Marketing. Unë betë të shtu. Ja, shkëlqyshëm. Ma përqirë. Për një me po jo, për një me. Ja. Kom vetë në piru të vogël, shiku se i kom bo pala, kom gatu edhe ma herë, që shkoj setra, mu ka përly, inshallah hekëm. Po më në që shjo. E kemi hongër shumë të ma herët. Unë jam me rakri me hongër me përgatit jo shumë, me thonë drejtë. Ajo, që ma mu pyqje nga përshesme. Jo, pasta di me përgatit, po e niva që po do më vetë. Jo, mos më vetë për pare. Më pëlqenë shumë me hongër, realisht, po jo me gatu fort. Pasta po, di me bo. I bëj okej, djeksta i kam qenë, vëdhon. Fmit nuk i hajnë djekst, kështu që kur gatuj mas njerë në fond për veti me bo, po kryesisht pranvera gatun për krejt, për vetë në herë kur kam kohë ose është në zonën ose diçka, pregadis. Bofë mirë. Hëndit shumë. Mirë se na erdhe. Mirë se na erdhe. Po sa përshë harova, kur hine në fillim as përqafova, paj kur të kryna në hajde, kur të krym. Me anësi ushqimi se rrugës të ardhë, besëm, unë tova, edhe thësha kur të nisi, unë ala me hongë një qokollatë vogël, tash mos të mbjen sheqeri që të paktën kur të nisi, emisionin me pas energji me folë. Mirja ki po hanë shumë amërë, shumë po hanë qokollatë. Ajo, hajde të. Mirje me peshën, komplimente. Faleminderit shumë. Tha ma herët shiku sa kom qenë ma mirë, ta po me shfaqe, ta stresi, ta je plëcu, nuk e di, në s'kom pa mote, po mirje, bravo. Më thonë drejtën, kur punojnë teatr, së më kryesisht teatrin e bëj për me rujt peshën, me ram peshën. Me qenë se s'kam aktivitet shumë. Jo, vërtet, kur punojnë në teatr, për shak provave intenzive, ritmit madhë, do më thonë kryesisht të gjitha shfaqet kërkojnë angazhim të madhë, e se du më sune që i ha pak ma shumë zërë se sa që duhet.
edhe mandej ndodh gjithmonë në shfaqje me i hub gjatë një procesi, po flas për një muaj e gjysmë, ndodh me hub pak 5 kg. Sa e nali pak ritmin, prap plotësona, po e mira që po punoj vazhdimisht, po thonë me qenë se e kam mision me punu teatr për më dopsu. Ama jo ti një diu i teatr, kemi me fol shumë për teatrin, po hajde athirim kamerën over, hajde caki, t'ju tregojmë shikuesve sa kremoze janë, ja të dashojmë piperën, ja full piper i zi. Merre pjafër tani poshtë na do shkoj. Apo shit? Ja, pra shikues, edhe pse kanë filluar më ftohtë, po prapë po hahen. Ja sa kremozona nga fërterja se gjuna metën. Hajde ne. Jo, na milion hiç. Pëlqen? Si kjo pjata 2 është edhe jotja, po... Po, patjetër. Bilem shtjellma dhe do me veti. Rrugës. Shikues, për Adrian Morinën? Po, patjetër. Sa pjata i kemi sot në program krejt? Që ka, që 2. Po, kjo shumë e bukur me pincet kur po dekorohet që shtu. E 2.000 janë qitë në pjatë. Po, ja. Për që ato ta ndova në 2 pjata. Po, bëja i gore, nuk është që ha shumë, unë ha një herë në ditë. Një herë në ditë? Vetëm një herë në ditë, ka vite. Vjen energjia, për shembull ki shfaqje kjo ëngër veç një herë në Jo, ditë? kur kam shfaqje, zakonisht ha në orën 3-4, jo ma vonë. Okej. Një 4 orë para shfaqjes. Mëngjesin s'pe hajqe? Jo, mëngjesin fatkeqësisht jo, kur udhtoj po. Kur udhtojmë me shfaqje në turne që jemi, më pëlqen ai mëngjesi i hoteleve, po, më pëlqen ai mëngjesi i hoteleve dhe natyrisht e marr si shkak që edhe më u çu pak më herët, mos me hub ditën kështu kot. Po mëngjesi i hoteleve më pëlqen kur servohet edhe natyrisht për shkak të rrugës të hub ritmi, ditën u thon natën, bashkësisht orave të fluturimeve që kemi, e që kryesisht janë kështu në mëngjes shumë herët, fluturime pak më të lira për shkak se teatri është shumë i kushtueshëm me udhtu me scenografi, me këto pajisje, me ekipa e madhe, nuk është sikur filmi që e merr një CD ose e merr një link dhe shkon e prezanton dikë. E prandaj ndjekin këto fluturimet janë pak më të lira që e mujt me përballu kostën komplet. Sa i sinqert shikues, sa i sinqert. Faktën teatr po. Jo, edhe të Faktën teatr po. Uji tepelen, uji shqiptar, a konsumon produkte vendore, edhe folem për bileta, folem për kushtet, lloj produkti na ka një treg, ai tjetri thotë kjo e më e mirë, kjo kështu, kjo ashtu, na u kanë bu uja në Korea, kemi 20 prodhime në vend, dyqysh ujë vendor. Po, kryesisht domethënë Kosovë, kur jam, meqense se na bjen shpesh edhe në Shqipëri. Në Shqipëri banesë kryesisht marrim ujë vendor, domethënë tepelena dhe ujë tjerë. Po tepelena tepër më pëlqen amballazhimin se si e ka, është shkëlqyshëm përveç cilësisë ujit, po edhe të voglat edhe shishet e mëdha i kanë amballazhimin tepër. Ka shumë rëndësi kjo. E vërtet. Ndërsa në Kosovë zakonisht mos bëjnë reklam tash. Po jo mos valla se të mos. Jo, se po jetohen, po. Jo, po vërtet kemi kompani të mira të ujit. E provoj me një vendore, po fatkeqësia jonë që nuk është se kemi shumë prodhim për kur jemi të ushqimi e kanë fjalën. A pjen ujë? Unë e pi shumë. Edhe unë shumë. Bravo. Dikur ma shumë lëngje, tash ujë. Jo. Uji më pëlqen shumë me pi, tash më ka krijuar një bindje kjo. Pi shoh sportistat, futbollistat ndeshje e bëjnë një gu poshtë dhe pin. Tash më ka hin kry që uji kur pihet është me rëndësi më ul atë. Unë i kam një pleq të thonë nuk bën me hangër në kohë atë, po jo me pi ujë në kohë. Si fëmijë zakonisht kemi pi Anin Prizren, Shadrvani, kroje, burime, kudo. O, kesh javën e kalume në knas. Apo? Dje isha. Jo i ke, si me kamiona njerëzit. Po, shkëlqyshëm. Tash Prishtinë, Kurs ka me pas që shto turista vizitojnë. Edhe, e tash kryesisht, kur edhe mëngjes ose m'del gjumë i herët, ujë na e marrë dhe pi ujë. Po thonë që është shumë e shëndetshme për shkak se organizmi rehidratohet shumë më mirë kur je ul sesa në kohë. Po pi ujë shumë. Edhe janë peshkë në rëskaushë, se në ta ka. Peshka, si peshki. Kajtë të balenës, pak ma shumë, po. Hajde që delfin. Delfin, qatë të bënarim. Se kështë të do qikuze që do të shkoj marketing, ta lëmë që ta përfundoj pjatën. Këtu e keni zurat nga Ciao Berto, 20% ullje, ndaq kuzhina, ndaq e ke Magniflex në dyshekat. Qka dush e ki pa afat, shfrytëzoj, Berton i ka meq të mirë. Kemë mërë ditë razova, bashkimi blerime, dhe në Adrianin e kini e shkoj tash. I kam meq të mirë, në ka me punu bashkë edhe në televizion në kanë dimu disa herë, kështu që 70% po ma qetë mu. 70%? Bashkim 70% po. Edhe këtu, i ke disa nga produktet më të mira italiane, i ke pasta, i ke tigullio, i ke etjer. A i pregadit ti? Pregadit ti. Jo, i pregadit ti, po thëm jo. A te, ja pra vera, shkën shpe, ju bofshin mirë. Thanks shumë faleminderit për dhuratat, edhe
edhe për çantën. Edhe për çantën, çfarë? Çantën kryesisht, çantat kryesisht I pëlqejnë shumë hanës, vajzës. Kudo që mbjen më thonë për festivale, ato zakonisht na japin këto çanta. Edhe ja sjelli hanës tepër I pëlqen me I koleksionu çantat, për kado që ustaj edhe kado që I po. Kështu që edhe kjo kam hyrë në koleksion të hanës. Perfekt. Shikuj, do të shkojmë me reklama. Do ta lëm që të haj, por me fjalët tuaja me cakin këtu me kamerën, me Roninin. Aja vlen shikuj si çdo ditë diel, ta bëjnë këtë pasta? Apo jo, mos sa bëj shefin tash. Jo, s'po ta bëj shefin. Paragimi shikuj. Shkëlqyshëm. Ja ke kamerën aty. S'ka ma. Ja, I ki dy pjata aty. Ja, po vazhdoj. Vazhdoj. Na falni se thojnë ushqimit ta mshel gojen, e vërtet ta mshel gojen. A me gatuat ato ajo? Çfarë? Qose s'ja ka nis, alo, Sa ka viç mos t'vin këtu. Hajde ne. Nuk ka për krejt, nuk ka për krejt. Vetëm për musat. Patjetër që ja vlen me përgatit këtë lloj të pastës, le ta gjejnë, sigurisht ajo ke tregu recetën ti. Po, shumë e lehtë, sinqerisht. Edhe Se nëse nuk e kanë tigulion, e marrin djathën, piperin, po tigulio ta lehtëson jetën, sepse djathi dhe piperi është I gatshëm, veç kimizi, këto mund shi bodhe te. po, patjetër. Po më vjen shumë mirë që t'kam pëlqyer. Jo, te të kallëzoj rezultatin. Po, për shoh. Doli. Ja, pra, caki kamera dhe po shkojmë S'ka nevojë me fol hiç. Hiç. Një pamje sa 1000 fjalë, që? Kjo është. E dyta, Shko të rrotulli. se po vjen pak marrë, bre. Bes. Unë caki e thirë të visit. Bes, dila nej, bes, se Hajde, u bënë më horë, bes. Ja, shkoni brend marketing. Marketing lemi tha. Marketing. Shikues, u rikthyem nga bloku I marketingut dhe është momente me e përshëndet edhe një herë. Faleminderit nga Loçka e Shpirtit Zemrës. Kjo është një fjali e imja që e kam për të ftuarit të cilat e kam për zemre. Të gjithë ata që I ftoj I kam për zemre, po më vjen shumë mirë që në këtë 140 epizod sa jo mbot, të kem edhe ty, të kem një prej aktorëve më të mirë në shqiptari që keme. Unë e di që ti je shumë modest, por Adrian Morina është një emër shumë I madh. Edhe ti je një aktor ti paljotshëm, e them a herët ty hangër që ti kur hin teatr, ti harrohesh aty, mundesh mi pas edhe 5000 njerëz përballë. Ti aty me gjithë qenjen tënde. E kam thënë krejt në intro pacienti këtu, që ai sa e mban mend vetën, e mban mend teatr, s'po di ti kur ki lindi e kon teatr dyqysh. A përshek, po më pëlqen, sa dhe që jam modest, nuk më ndërprejva. Okej, Kur faleminderit. folem fjalë të mira. Po, që me thonë teatr, me thonë jam rrit. Prej moshës 10 vjeçare, e blej biletën e teatrit vetë. Përvojat e para, sigurisht I kom pas me kinema, me kino Lumbardhin, ish kino Bistrica, kinemaja e hapur verore. Prizren shikues. Po, edhe aty ka qenë, me prindrit kam qenë, I vogël, dikon 5 vjetë. Edhe Rojet e Mjegullës është filmi I parë që e kam pa. Edhe kërë kom pa atë ekranin e madh, gjigant që është 11 metra me 6, me ftyrën e Axhës Xhevat, të ndjerit, Xhevat Çorraj, është fascinuese ajo përvojë, edhe sikur kisha nevojë me hy mrena, me hy në atë ekran, kisha qefun me qenë aty. Dhe pastaj në fund të filmit duart trokitjet edhe kthejna mrapa dhe janë njerëz pafund me 500 spektatorë që e duart trokasin filmin edhe sikur këtë ajo energji mori përpara dhe sigurisht ka qenë prej momenteve kur unë kam vendosur që po duhet bëhem aktor edhe mandej kam punu vazhdimisht. Modestin mendoj që njeriu që thojnë kalliri sa ma I pjekun e ka kokën gjithmonë ma poshtë. Mendoj që po, përvoja jetësore veçanërisht, të bën gjithmonë me qenë ma modest edhe me ullë kokën të poshtë, sepse, siç kanë thënë edhe shumë të tjerë, sa ma shumë që lexon e din e sa I paditur një. Kështu që edhe në profesionin tonë, gjithmonë ka caqe manal për me arrit edhe mësimet që ti nxjerr, edhe provoj me rujt edhe modestinë dhe vërtet besoj në këto vlera cilat më pëlqejnë me qenë edhe jam. Prandaj përpiqem gjithmonë që me ju përkushtu punës
pa e mendu mrapa çka kam qenë deri dje, sepse konsideroj që në profesionin ton ka mundësi shumë lehtë që me një rol, me dy role jo shumë të mira, s'po them të këqija, ka mundësi që ti e prish gjithçka që ke ndërtuar deri atëherë. Prandaj nuk shoh shumë mrapa, edhe këto fjalë që i thoni ju, unë jam mirënjohës për këtë ata që ju pëlqen puna jeme dhe flasin për punë cilat i kam realizuar deri sot, po për mua gjithmonë është e nesërmja, është energjia që më ngre me përmirësu veten edhe më shumë, jo vetëm në teatr e në film, po me përmirësu veten edhe në jetë përditshme dhe konsideroj që këtu ja kam një bërë shumë të madh teatrit, sepse teatri vërtet më ka bërë njëri më të mirë. Unë nuk kam qenë. pyetjen shikos, vazhdo. Vazhdo, te po më lexon. Vërtet më ka bërë njëri më të mirë, edhe konsideroj, prandaj i ftoj këtë njerëzit me ardhmë pa shfaqje, me ardhmë në teatr, sepse teatri të bën me reflektu, të bën me mendu, edhe të bën me mendu dhe kush je ti, ku shpesh herë ti e gjen veten në skenë, e që ndoshta nuk e ke shumë lehtë me pranu në jetë përditshme. Kur e shet projektum të dikush tjetër, ti vërtet din me dallun nëse e thjeshtëzojmë krejt kështu e mira dhe e keqja çka është. Po e sheh veten në skenë edhe mundesh me pranu që dikush tjetër është, nuk je bashkë ti ai, dhe prej shfaqjes ose prej rolit ti inspirohesh me përmirësu gabimin ose me përmirësu qasjen tonë ndaj çdo fenomeni, ndaj shoqënisë, ndaj familjes, ndaj secilit njeri. Prandaj jam shumë falendërues për teatrin që vërtet më ka ndryshu jetën. Hajde, po e ndroj pak pyetjen se më lexove. Po sot ka ndryshuar si njeri teatri. Neve puna na ndryshon, jeta na ndryshon çdo ditë. 2020 kemi qenë ke dikush tjetër, sot jemi ke dikush tjetër, nesër jemi krej dikush tjetër. Po puna sa ka ndryshuar në thelb Adrianin. Çka është diçka që mundesh me cekë me thonë, këto e kam fal teatrit. Shumë gjëra, disiplinën e kam fal teatrit. Domethënë unë provoj edhe zakonisht më shqetësojnë shumë njerëzit që vonohen, nuk janë kohë. Para kohë është shikuesët. Kja është i thonë pse erdhe para kohë se so si servu. Edhe në kaosin që është në Prishtinë, provoj me qenë me kohë, sepse konsideroj që ja respektoj kohën tjetrit, e të respektu tjetrin, e respektoj veten. Kjo është një prej gjërave që i kam marrë prej teatrit. Fisnikrinë e artistëve të mëdhaj, me të cilët dikur i kemi pa në televizor dhe mandej na haron ndoshta për një kohë të shkurtër të vogël me punu me ta. Për mos me thonë, mi pas profesorin Faruk Begolli, profesorin Enver Petrovci, është shumë vështirë me gjetë njerëz me shpirt aq të madh. Imagjino njeriu që e jep veten për me eduku një dikant tjetër. Kjo është roli i profesorit përgjithsisht ose mësueses, po flas këtë rast me profesorin tem. Dhe për mua ka qenë ëndër me e prek një herë Faruk Begollin, dhe kur ka ardhur koha që e kam pas profesor dhe se cili muhabet me profesorin Begolli, se cila ligjeratë e tina, ai ka investu me krejt shpirtin, me krejt qenien e tij për me të eduku. Dhe me qenë se jemi te kjo pjesë, kemi pas disa mosmarrëveshje si në gjithçka tjetër, edhe kemi qenë në vitin e tretë, edhe thojza u shajshim nëpër media, për shkak se neve na kishin humb vitin në fakultetarëve komplet klasës. Ka qenë realisht ne vendosëm vitin e tretë, vitin 2002. Edhe kishin vendosur për herë të parë në histori fakultetit të artëve, kështu që unë jam njeri i historisë gjithmonë. Për herë të parë e gjithë klasa e humb vitin. Kur s'kish ndodhur më parë. Edhe në media u shajshë, profesori thoshte i kam ngel sepse janë bërë yje, kanë ngrit kokën nal. Profesori Begolli. Begolli Faruk. Ai është profesori klasës, ka qenë mentori jam. Edhe i kam ngel sepse i kanë ngrit kokën nal, po mendojnë që janë bërë yje, unë i kam shtin teatr me bosh shfaqje, këta sot sillen sikur nuk dojnë me mësu mo. Ne përkundrazi thonim gazeta bashkë me kolegë që si është e mundur një profesor me xhelozu një student kur thotë unë kam bëj yll, ndërsa ai sot priton me mësu diçka kështu të ngjashme. Fjalë mujtas kur gjë. Pishman sigurisht e dy apo alt më vonë. Dhe më kujtohet takimi i parë pas 3 muajve me profesorin, nuk e dija se si do të reagonte, për shkak se ishin pushimet e verës. Dhe ai ishte Faruk Begolli, kurse ne ishim student të vitit të tretë. Edhe kur e takova për herë të parë në atë ulsen e vjetër të teatrit Dodona jashtë, isha me taksi, kisha me shku me një audicion për një film, e hapa derën e pash 100.000 historie në kry për reagimin se si do të reagon ai, që është njeriu gjithkohës paragjikon mendon 100 filma që shkojnë, atë shkoj, atë vazhdoj, atë rri, atë bëj, do në se ka ndodhur 100 histori, dhe profesori u ngrit në kam, edhe unë po shkoj, atë i flas, a mos t'i flas, na jemi shojnë gazeta, një tension kështu, edhe ai pa sigurisht më vrejti, sepse me përvojën e tij
Në veti sigurisht që kam dilema edhe i hapi kratë kështu. Unë përqafu. Wow. E u afrova, e posh që me qenë se i hapi kratë, e dija që nuk më refuzat. Shkova e përqafa, sigurisht pak me sytë për lotën, sepse ish emocion shumë i veçantë, mas kejtë asaj që kishtë ndodhë. Edhe po merë, edhe po më thotë kështu, Adriani, krejt i kom përsjellë këto 3 muaj, çka ka ndodhur, krejt është në rregull. Unë kam e vazhdu me qenë profesor yt. Unë kam e dash njëjtë sikur fëmin tem. Me qenë se profesori nuk ka pas fëmijë ti, gjithmonë ka pas studentat si fëmijë ti. Wow. Kam e dash si fëmin tim gjithmonë. Unë jam shumë krenar për talentin ton, për atë kanalizimin e energjisë që unë ta kom dhënë, për mësimet që ti kom dhënë. Po mbi të gjitha, unë jam shumë krenar kur e shoh që ti e mbron të drejtën tonë edhe në raport me profesorin që të ka eduku. Kjo është, jam kon shumë i lumtur kur i kom lexuar intervistat e tua edhe çka do që ke deklaru në mbrojtje të drejtës tonë. Edhe nëse më ke ofenduar ose i ke thënë një fjalë jo të hishme për mua, unë jam shumë i lumtur që unë ta kam dhënë edhe guximin që ti më fol lirshëm. Mendoj që kjo është gjëja kryesore e jetë. Ta shumë po xhelozoj. Dhe me drejt xhelozon. Me drejt xhelozon, jo shumë njerëz e kanë pas profesor Begollin. Dhe gjërat të tilla si kjo janë mësime të përjetshme për mua. Përjetshme për mua, sepse nuk ka njerëz të pagabueshëm, sigurisht që të gjithë gabojmë aq më shumë të rit. Edhe vazhdimisht di me fal shumë për rastin të profesorit Begolli, prandaj edhe nuk ka njeri në komunitet me cilin nuk komunikoj ose nuk flas. Mund të pëlqejemi pak shumë, por megjithatë respekt për secilin prej atyre që punojmë, mundësisht dashni me secilin që punojmë, dhe gjitha këto janë tipare të cilat vinë me kohë, vinë me përvojë prej profesorit, po jo vetëm profesorit. Pastaj punon me një regjisor, punon me njerëz të ndryshëm. Po thon për gjatë këtyre viteve ka mbi 60-70 shfaqje që e kam realizuar me regjisor të ndryshëm në teatr. Është përvojë jetësore dhe për gjatë gjithë kohës mëson gjëra që do të kalisin për jetë edhe të ndryshojnë shumë. Prandaj thash edhe më herët, unë nuk jam ky Adriani kur e kam nis fakultetin e arteve. Ky është një njeri krejt tjetër. Unë du me besu që është i mirë. Sigurisht që dikush tjetër e gjykon punën tem, po qyshtë edhe ti në fillim, çka kanë ato fjalë që I harova, hajgare shikus, po me të vërtet unë jam në punë këto momente, knaci me të dëgju. Knaci që të kom këto, me të vërtet është shumë energjit, shumë i palës, shumë pozitiv. Shkurt për 2 profesorët e ndjerë, çka ta merr mendja? Një kalibër si këta të 2, pas sa viteve do t'i kemi, se po shkeme të marrë lang. Mirë shumë. Me thonë, do t'jenë të pakalushëm, do t'i ngelem bërgj, edhe do t'ishte kundër vullnetit e vetë profesorëve, sepse secili profesor ka dëshirë që t'jenë studentët e tij më të mirë, dhe sigurisht me thonë, këtë gjë që vështirë që do t'kemi më nivelet tilla, nuk është shumë shpesdhënëse për vendin, për studentat që ndrojnë me qenë aktorë. Prandaj, unë besoj që ata do t'ishin të lumtur për secilin prej nesh dhe për atyre që vinë pas, me qenë edhe me arrit nivelet e tyre. Sigurisht kanë jetuar me një kohë dhe me një kontekst politik, krejt tjetër në krahasim me këtë të sotit. Mos të harrojmë që kanë jetuar me një shtet me 22 milion banor dhe jo me 1,5 milion që jetojmë ne sot. Kanë qenë super yje të kohës, profesori Begolli në film kryesisht, profesori Petrovci në rolet kryesore në ish Jugosllavi, që po them një aktori jashtëzakonshëm, një pedagog i jashtëzakonshëm, fola për Begolli me qenë se kam pas profesor klase, po edhe profesorin Petrovci ka qenë për krahas shumë i madh deri momentet e fundit. Pak kohë para se me ndru jetë profesori Petrovci, e thira në telefon, po tregoj shkurt këtë histori. Shkurt se kemi shumë e folë për ty, shkoj emisioni. Profesor, thash, kemi shfaqjen, kam shumë dëshirë ti me arme, po shfaqjen. Tha Adrian, jam i lodhur në kështu, thash. Ti veç ma thu vullnetin. Tha, dëgjoj, tha po tregoj drejt. Kemi terapi nesër, ju e keni 2 ditë. Pas nesër do të vi. Drejt me thonë. Thash profesor, okay, në rregull, s'ka problem. Thash ti vetëm thuj do të vi, një mesazh, kemi me ta nis shoferin, në armë të marr, me të pru, me nejt me neve dhe me të kthym në shtëpi vozitsi. Nuk i prita që vjen. Kur e pash mesazhin të nesërmën, një ditë përpara kish bë kemia. Wow. Dhe të nesërmën vjen me pa një student vetin, jo ne, ishim disa student të tij në skenë, e pa besueshme ku i gjen forcën. Ai njeri ku në çaste shumë të rënda të përballes me smundjen, ai vjen. Këto janë mësimet që thash edhe më herët, i merr edhe për njerëzve si profesori, të ndrojnë. Edhe të ndrojnë, sepse ti e kupton që një njeri atje që po lufton me jetën e tij, e ndon kohën, e gjen forcën, edhe merr forcën, vjen
edhe të sheh dhe të respekton Që ato kemi shumë studentin e tij. Po na shohin shumë shikues në momentet që pa arsye nështë janë depresion, nuk janë disponim, ju ka u vullneti për jetën, dojnë me ra me flajte, mu Nuk qupa. guxon ashtu kërkujt me ndodh, nuk guxon askujt me ndodh ajo. Po thon kur njerëz si profesori gjen forcën marrin po shfaqen, imagjinoni ne tjerë duhet më na dal krah me fluturu, Sa pozitiv shikues, ha? Knaçi që kemi Adrian Morinën, Santal 100% nga frutat pa shtesa sheqeri italian, cila për ty? Frutat përzime apo mund? Të përzime. Përzime për ty, të bëf të mira. Faleminderit shumë. Mirë se na ke ardhur, tash do të më fol pak për ty, se s'kemi shumë minuta. Folëm na. Jo, hiç kur gjë s'folëm. Unë kur flas me profesorat e mi, për kolegët e mi, i bjen që po flas për veten. E vërtet. Të jepim pa pepa, apo do një gotë? Jo, mire. A me shishe Jo, çështë? mire ka. Qysh dush, hajde, zuar. Të bëft mirë, ka me të pëlqy. Patjetër. Se nështë je skeptik, po nuk ka sheqertesa, sa në dhe shumë i njoftun. Jo, përshtoj zhrodha fruta përzime. Unë kom pyetje, po du me i respektu publikon. Në kanë ardhur disa pyetje dhe komente e komplimente. Këto që kom e ta letëzu, e kom përmendë dhe në intro, shikuesi që më nashojnë këto momente, e kanë dëgju prej me e ma herët. Po tash kur t'vjen Adriani, do t'ja lexoj. Pse nuk ka mo seriale si Tre Gjerman të Trosh? Më falë, unë jem qytetare, edhe seriale që i shoh sot janë zhglë. Ja sot kemi kushte për seriale dhe me bodi çka. Këto problemi. Vish kulturë s'ka në serialet e sotit. Po duket sikur se e kam thonë që me thonë edhe me kolegë kur e diskutojmë edhe me krejt. Prandaj edhe nuk jam televizion që një kohë. Nuk e kisha besuar asnjëherë që në kohën me Gjerman të Trash, mirë që nuk janë sot, sigurisht kanë qenë shumë të mirë për kohën kur i kemi prodhu, me ato kushte që i kemi prodhu, po keq kemi pas mundësi me bon atë kohë, ka qenë ajo. Është një skenografi e varfër me teknologji të vjetër, të vjetrume, jo shumë e mirë, ndërsa sot shkëlqejmë për teknologjisë e për gjërave tjera. Por ato që ne i kemi pas në atë kohë, ka qenë shkrimi i mirë, loja e mirë e aktorëve, komedia e mirë, jo banale, jo e vrazhd, jo e zgjedhur, madje neve na kritikonin në atë kohë për shkak se shumica madje edhe kolegë na thonin se s'bëhet komedi në gjuhën standarde sepse duhet me fol ma ruralisht, ama ç'kjo po mbi zotërën se. Po shumë katastro. Ka ndryshuar sigurisht tregu, fatkeqësisht për të keq. Mendoj që një barë të madhe i bjen televizioneve, të cilat nuk investojnë. Edhe këtu kam kritik shumë të madhe për televizionin, por kam kritik edhe për neve pse kemi leju që të vijmë në këtë gjendje. Sepse nëse nuk janë kushtet financiare, ato që të kufizojnë edhe mënyrën e shkrimit, të kufizojnë edhe mënyrën e realizimit, atëherë mos e bëj. Unë besoj që është më mirë mos bëjmë keq, sesa gjindemi disi. Po, më kur s'kemi pas media ma shumë se sot? Media nuk kemi pas kur, nëse flasim për cilësi, edhe për ato që ne e shohim në televizor sot jo. Dhe besoj që plani financiar është ajo që i kufizon, unë nuk jam prej atyre që bëj shumë kompromis. Nuk përmbroj veten, kemi bërë gjithçka. Po të foli për vitet 2000, se duket sikur i kam 300 vjet. Për viteve 2000 deri në 2007-2008, me idenë që me pak shpresë do të ngjitemi nal, Dhe sot kur shumica për nesh vërtet e kanë një çfarë stabiliteti, si them financiar, e kanë një punë, janë fytyra publike, punojnë vazhdimisht në shumë gjëra, jo vetëm në një, dhe pastaj kur i sheh rezultatin dhe çka është më e çuditshme, po e përmbyllin është e zgjata. Po se ka pyetje. Po më fal. Çka është më e çuditshme? Na sot shohim seriale të Netflixit, ne shohim seriale super hollywoodiane, për cilat besom. Merr shembull. Dhe besom me drejt kolegët e mi, cilët prodhojnë vetë seriale, gjejnë gabimin ato seriale, edhe besom që i kanë të drejta, gabimet që i gjejnë. Dhe si është e mundur, kur ti e sheh dhe i kritikon me të drejtë një super produksion hollywoodian, ndërsa vetë kur merr me shkruajt një serial, ti realisht prodhon ato që ne i kemi sot. Nuk është që po kam kritika as kur unë realiteti, bra Adrian. Po flas për realitetin sepse temat. Po thon mos ti marr krejt me radhë me i analizu, nuk është që kam frikë, nuk është që kam droj me fol, ne flasim madje pëlqen shumë më shumë kur flasim me kolegë kështu me të vërtetë mes veti për realitetin cilin ne kemi leju me ardh. Por vërtet sot televizion ose seriale televizive janë zero. 9-0. Prandaj do të më sheh në sa mirë që e shijonës. Qysh është ndjesia me qenë aktorët më të ndenjë shqiptarë?
me thonë drejtën, Me që mundohu sa ma shkurt. po, me thonë drejtën, unë nuk e vlerësoj ashtu vetën. Se je shumë modest. Jo, nuk Po e je. vlerësoj ashtu, nuk e vlerësoj ashtu vetën. Njerëzit kryesisht, po, puna që e pëlqejnë kur vinë dhe shohin në teatr, kolegët, regjisorët, publiku, sigurisht që publiku më meritorin gjithë te. Po shumica kapën për çmimet, e ki fitu këto, e ki fitu ato, e ki bë këto, e ki bë këto. Po, ato vinë. Asnjëherë në jetën time nuk kam punu për çmime. Asnjëherë në jetën time nuk më intereson çmimi. Zero, nuk më intereson ajo punë. Mu më intereson të investohem që rolin e ardhshëm ta bëj edhe më të mirë se sa i kalumi. Dhe sfida është kjo. Dhe asnjëherë në jetën time nuk kam thonë ndroj që të hy në rangun e këtij ose atij aktori ose atij tjetri aktori dhe i shoh me përulje krejt emrat e mëdhej të teatrit që punojnë, e me cilët kam dëshirë shumë me punu me aktor shqiptar në Shqipëri, Maqedoni, po dhe me kolegë tjerë jashtë kësaj. E vlerësoj krejt ata që çmojnë punën tem, edhe që i thojnë ato fjalë që ju po i lexoni. I vlerësoj shumë. E vërtet. Unë i vlerësoj shumë, por konsideroj që nuk jam as në gjysmën e të mirës që ka mundësi me bëni një aktor. Dhe ndroj dhe punoj çdo ditë për me përmirësu edhe veten, edhe teatrin, edhe kolegun, edhe secilin. Duart rrugitje shikoj. Për modestin. Shumë duart rrugitje. Po këtë po më Çka dhe kush e ka bo me zgjedh me u bo aktor? E thash që përvoja ime e parë ka qenë në kinema në Prizren. I vogël. Prej atij momenti e di që do të bëhem aktor dhe e kam pas një frikë shumë të madhe me thonë drejt. Gjatë kohës derisa, për shkak se financiarisht kemi qëndru mirë, babi kryesisht ka qenë jashtë Kosovës, ka punu jashtë, edhe nuk është që kemi pas nevojë me punu, po si çdo i riti ke dëshirë me qenë me punu si kamarier me një kafeteri, si djali i nështë, ajo shumë për lek, sa me po na i vajzë të mirë, na i dika. Po, 15 vjeçar, 16 vjeçar, besa edhe ke nevojë me uni që i pak i pavarën, po prind nuk na kanë leju me punu në atë kohë, sepse shkolla ka qenë kështu. Plani i parë, pavarësisht që prindëmi nuk kanë dashur me u bë aktor, po plani i parë ka qenë shkolla gjithmonë dhe kam pas një breng shumë të madhe për gjatë atyre viteve. Çka nëse nuk bëhem? Cila ka me qenë ardhmja jem kur unë vërtet kam konsideruar që unë s'di me bë asgjë tjetër. A ke mendu? Sinqerisht kam menduar. Çka kishe me bo? Jo, s'ka pas. Keq kam kanë mend, ka qenë kam provu krahas aktrimit e pata regjistruar edhe fakultetin, pata aplikuar realisht në fakultetin filologjik gjuhë angleze. Ideja e vetme ka qenë gjuhë angleze, e marrë diplom, punoj me KFOR-in pas luftës me kështu. Sepse nuk kam pas asnjë ide dhe kam pas shumë frikë madhe, të them drejtën, kam pas shumë frikë se çka do të ndodhë me mua nëse nuk bëhem. Ndoshta edhe kjo më ka shtimu bu aktor. Po van brak, ka shtimu bu më i mirë. Kjo breng ka shtimu bu. Aktor shumë i mirë. Sa vjet i ka? Adriani. Po, jo. Okay, fal. Jo më nëmë pyetje sa vjet i ka. 45. 45. Sa i ka bo 45? Bëfsh 105. Sot ka thonë Zoti i Madh, nuk është që muj me dalë në rrugë. Çka me pyet këtë legendë ka shumë dikush? Po muj nuk pyet për patundshmëri, për investime. I mirë është sigus. Po bëj gare. Jo. Këto ishin pyetjet e publikut. Boft mirë Santale, faleminderit për sinqeritetin dhe unë kam një pyetje, çka do të thonë duart rrugitjet për ty? Përfundon shfaqja. Ajo është çmimi ma shpagus në raport me krejt punën tem që e bëj. Ajo nuk paguhet, aq ma shumë. Kurse fati jonë është që ne kemi në një publik shumë të përzim, krahasisht me publikun evropian, meqense vazhdimisht jemi në festivale, në turne me produksione ndryshme teatrore jashtë, po kryesisht publiku jashtë është ma në moshë. Dhe befasohen kur vinë te ne edhe i shohim publikun që e kemi të ri, studenta, kemi edhe gjeneratën e vjetër, po kryesisht publiku është i moshës mesme, moshës re, edhe kënaqësi më të madhe kur i merr duart rrugitjet prej secilit prej tyre, po them nuk ka kontratë, nuk ka pagë, nuk ka çmim që e bën atë punë. Edhe shpesh herë shumë shaka e them, shumë ja sa të lirë jemi. Një duart rrugitje dhe ti harron gjithë mundin. Gjithat kalvarin e vuajtjeve që ti ki kalu në për proces, sepse proceset varsisht prej temave janë shumë të rënda, edhe nuk janë të lehta. Prandaj shpesh herë më pëlqen kur punoj jashtë Prishtinës, për shkak se kam mundësi të koncentrohem totalisht vetëm punën time.
Nuk ka faktura të rrimës, faktura të ujit, u prishkeri, u bo kjo, merret pranvera me to, gjatë kohës sa nuk jam unë këtu. Pra për gjithçka e din që nuk llogarit askush në ty asgjë. Dhe ti ki mundësi me u përshëndru vetëm punën tonë. Me don 200%. Dhe krejt këto, në fund me një duar trokitje, shpaguhet. Është gjëja ma e shejt për aktorin. E kanë thonë sigurisht shumë njerëz para meje, po Mirë, ne pa publikun jemi sikur mbreti pa popullin. Mbreti kujt je? Nëse je veç vet. ç'është? I askujt. S'munësh me qenë aktor pa e pas publikun i cili pe kohës vet shumë të çmume e ka do kohën marrë me të pa ty në teatr 1 orë, 2 orë, ndonjëherë edhe 3 orë më shumë. Çaj, po du mu lidh Çfarë stop. privilegji i madh. Privilegj. Javë më parë shikus, aktoria tjetër shumë e gjashër, Lena Kryezi u Bokshe. Më ftoj me një shfaqje ku bashkë protagonist me Adrianen. Shfaqja ka lëviz shikues në për qytete ndryshme të Kosovës, ka qenë Prishtinë nuk mujta dhe Lena ata ki banë Gjakovta, po vi musafir të Ka qenë e prodhuar në Shkodër, teatri Migjenit. Edhe keni qenë tash në Shkodër. Po, një muj kemi qenë atje. Shikues, çfarë shfaqje, çfarë Adriane, heke, dilke Lena, dilke aktoria e Shkodrës, ha? Produksion i përzim, domethënë aktorët e përzim, Shkodër, Kosovë. Ti, se di domethënë, ton ajo energji, çka bëjshe, preja ne dilshek, ne zdin, na e ke hupa, dhe ka një herë, publiku thot, tash nështë ndodh kjo. Ke diçka tjetër dilke. Ti aty nuk e di. I paparashikueshëm nëse Si ishte emri? 5 fytyrat e heshtis. Është një tekst i një autorës angleze, tem shumë e rëndë, e ki pa shfaqjen, tem shumë e rëndë, po me patjetër se teatri duhet me qenë ashtu. Teatri duhet me fol njerëzve vërtet për temat që ju interesojnë. Edhe tema për ditëshmëri, do me thonë dhuna në familje ishte. ishte. Të merrohem kur shohim mëngjes, edhe i shoh mediat zakonisht i përcjellin këtë çka ndodh në Kosovë, në rajon e Maxhan. Dhe është tragjike kur realizon çdo mëngjes që mbrëm janë raportuar 7 gradë të rrahura. Nesër realizon lajmin e njëjtë, pas nesër lajmin e njëjtë. Dhe tema që në trajton shfaqja jonë, kemi konsideruar që është shumë me interes për publikun. Madje në Shkodër kur shkuma dhe vendosëm atje, pak e shihnin me rrezik. Jo pse Shqipëria është shoqëri në këtë raport, sigurisht mundet me qenë kësine ose ma mirë ose ma keq në këto raporte, po kanë ndrojë me folë për këtë temë sepse kanë frikë që dikush do të reagon për jashtë. Edhe ish pak shqetësuese. Po pikërisht këto e ka teatri. Dhe teatri nuk guxon të fshihet, teatri nuk guxon të heshtin për gjërat që neve na interesojnë e që na rrethojnë e që na ndodhin për ditë. Përkundrazi, teatri është si ajo plaga që nuk bën me mbyll pa e shëru, sepse ajo qelbët edhe na merr dorën krejt, na merr kamën krejt. Duhet me fol hapun, edhe unë kanë njerë egzageroj, thëmë, madje në plagën e hapun që rrjedh gjak, me marrë dhe me hedh krip, me e përvlu komplet që ka mrena atje, me hek qelbin, sepse teatrit shëron. Teatrit shëron. Dhe është temë, kjo prej temave që të shfaqjes që e keni pa ju, unë i shtite teatri politik ose teatri i angazhum, cilat duhet publiku me patjetër me i pa. Kemi pas fat që kemi punu në Shkodër, një prej dëshirave të mia të mëdha, Shkodra, që e kemi pa estradën e Shkodrës, jemi rritë kështu me vite, me emrat e mëdhaj të humorit, e të artit prej Shkodrës që vinë. E kënaqësia është më e madhe sepse isha vetëm në banesë. Gjithçka ishte teatr, gjithçka ishte prova, paradite prova, pasdite pushim, masdite pra prova, gjatë gjithë kohës. Kjo është për aty në momenteve që unë kënaqen si aktor dhe janë momente të rralla që do doja, po në pamundësi të kushteve, do doja gjithmonë që sa herë punoj në një shfaqje teatri, të kem mundësi vetëm kështu të jetoj. Të rri me personazhet, jetoj me personazhet, vetëm brenda shfaqjes, sepse janë tema të cilat kërkojnë shumë për kushtim edhe energji, edhe fokus veçanti aty. Ishte vështirë gati edhe në momente private me kriju një atmosferë kështu lumturie, alegrie, edhe pse regjisori i liri, për shkak pikërisht kësaj, provonte me ndërtu atmosferën për rreth që për shkak temës që është shumë e rëndë, për një babaj i cili i dhunon në mënyrë sistematike 2 vajzat e tij, pra temë shokuese për cilën nëse ne flasim kështu në opinion, thonë, nuk ndodhte ne, s'ka ndodhur kur asnjëherë, po kur i shohim dhe kthehemi pak më mrapa, e i shohim edhe për ditë mediat, ti është që ajo ndodh. Edhe shoqëritë tona, është më shumë shoqëritë patriarkale, si kjo e Jonja, jo vetëm e Jonja edhe në Evropë sigurisht që po. Na si publike kemi përjetuar shumë, ka qenë shumë reale, shumë edhe e mira asaj që nuk zgjat shumë, sepse dikur edhe fillon me të gry
sepse provoj me 1 orë 5 minuta, po 1 orë 5 minuta, po krahasim për shembull me Macbethin 2 orë 40 ose shfaqje tjera. Jo, ideja është që edhe si aktor s'u përballon. Goxha temeron. Është shumë të harxhon. Lena e dëgjova dikon kishte thonë që me plot drejt kishte thonë duket sikur sa herë që e luaj shfaqjen një pjesë e imja vdes brenda meje. Edhe e vërtetë është. E vërtetë është që po kjo është puna jon, ky është profesioni jon, dëshira me fol me publikun, me fol me njerëzit për ato që dikush i konsideron që nuk kemi drejt me i thonë edhe me i trajtu. Me fol me ty 3 ditë. 3 ditë. Unë do të thonë as 15% që do shta me bisedu me ty, s'po di qa me të pyetje të diçka krejt për fund. Pjesë e tregjerman të trash, pjesë e serialit, filmave, teatri, nështë të pëlqen vetja ma shumë unë thirë dukesh ma bukurosh, nuk e di, po unë e di që teatri, ti e teatri. Nuk është, nuk kam kur gjo, pëlqen shumë kolegë që luajnë filma dhe kështu, po gjithmonë e kam konsideruar që vjen një moment tjetër dhe këtë energji dhe këtë pasion kaq të madh që e kam për teatrin, sepse sigurisht me vite vjen edhe pjesa dhe gama e roleve që ti mundesh me qenë, vjen të ju ngushtu, është e kuptueshme kjo punë. A pe vre? Edhe energjia, jo deri tash jo. Shqyr. Po unë them, kemi kohë me moshën që kemi mundësi hala me bërë role që thonë me u katrith, me u kap, me u ngjit, me fluturu në skenë. Nuk kemi taku moti. Intervista jon ka qenë mos them para 9 viteve në Koha Vizion mëngjes. Sigurisht. Një pyshpaqeve. Kom haru edhe për çka ka qenë, çka ka qenë. Ka qenë teatri, po ka qenë shumë moti. Edhe e kisha atë energji, mos thom halaje ma amerikanë thënë ha, jam edhe në qyshje shumë etun për me punu ma shumë. Kjo është ajo që man kështu që me thonë gjallë dhe man me shpresë për të nesërmën ma të mirë, jo vetëm teatr, po në çdo fushë të jetës. Prandaj edhe bashkë me kolegë kemi nisë festivalin e teatrit në Prizren, Open Air International Theatre Festival, ku bim produksione shumë të mëdha, produksione shumë të mira të top teatrove evropiane. Fatkeqësisht shfaqja nga Kosova gjithmonë kemi vend vetëm për një shfaqje, për shkak se gjatë 8 ditëve ne prezantojmë 23 shfaqje. Sa mirë. Kur është cilin muaj është para shikuese? Në korrekt. Korrekt, super shikuese edhe një muaj. Çdo vit për datës 21 deri me 28 korrekt. Si vjet, po thuaj se e kemi bërë, po, patjetër. Zakonisht kur më pyesin, rekomandova një shfaqje, them jo, s'u di rekomandoj. Unë po ta çoj katalogun, mandej vetë zgjedh edhe ato që ti ke kohë me art, tregom unë më të Sa kushton bileta? Edhe këtë vit për shkak se mbështetësi kryesor është komuna e Prizrenit. Në marrëveshje me ta kemi që 5 ditët e para me idenë që me tërheq publikun na kanë thonë nuk na lejojnë me shit. Ata thonë që këto janë toksa qytetarëve dhe për qytetarët e Prizrenit ju nuk keni drejt 2 herë me fitu që shme thonë me shit bilet. Edhe këtë vit për 5 ditët e para. Ndërsa e na që kemi Prishtina, prej Gjaku. Edhe jo, 10 euro e keni ju se si përparim Roma që na boni me atë laurën. Gjitha biletat janë falas, kemi publik të shkëlqyshëm. Sa mirë, bravo. Kemi publik të shkëlqyshëm, kemi shumë publik. Edhe gjithmonë ka orë të urrit. Veçanërisht programi i fëmijëve, për shkak se ata fëmijë gjatë këtyre 5 vjetëve, disa prej tyre sot janë vullnetarë të festivalit sepse është rrit mosha e tyre dhe identifikohen me festivalin dhe çfarë është më e bukur, vitin e kaluar, një vajzë që ka qenë vullnetare që realisht është rrit me festivalin, është pranuar si aktore në Fakultet të Arteve. Pra, nëse dikush më thotë diçka, unë them, krejt këto që na e kemi bërë për këto 5 vjet, mjafton Hena është aktore sot e që nesër dhe performon në festival. Kjo është rruga si ne duhet mja usjell teatrin njerëzve sikur në kohrat antike, ku njerëzit edhe shkojnë, edhe të ne, në përfshatra viteve 30, 40, 50, kanë shku në përfshatra, aktorët kanë luajt, janë pagu me një vej, janë pagu me një domate, nuk ka lidhje. Pra mos me prit publikun me ardh, na kemi dalë jashtë në rrugë, edhe luajmë për publikun në Mendis po pras me ardh? Në rrugë. Po, kemi një program të shkëlqyshëm. Kemi në hapje do ta kemi një shfaqje që vitin e kaluar e ka hap muajin e kulturës. Qyteti Evropian i kulturës vitin e kaluar ka qenë Gorica e Italisë dhe Nova Gorica e Slovenisë. Është një shfaqje e teatrit bashkëkohor, dance theater, me 14 performues, aktor, Borderless Body, një shfaqje fantastike. Qëto kom ardhme, pas se kom po, kom dëgju, kom po shumë kështu. Sigurisht që jashtë, ne i kemi dikon 11 skena ku e luajmë për gjatë gjithë kohës festivalin. Vitin e kaluar kemi bërë
hapjen mbi lum, ka qenë hera e parë për shkak se kinemaja Lombardi është në renovim e sipër, na e kanë marrë hapësirën aty. Po kënaqësi më të madhe se sa me pa shfaqje të mira, me një ambient, me një qytet të bukur, e me njerëz të edukum, çfarë i ka Prizreni. S'po dhe këta, se s'po kthejt dhe. Kjo është rruga. A kjo është rruga? Nuk më vjen gruaja. As vjen gruaja. Po bëja i gare, jo. Ku kam shumë pyetje me të bukura. Hajde shkurt shpejt kemi më bërë gjithë. Po. A shë talent ose dëshirë tek fëmijët për aktrim? Apo hiç? I kam 2 eksperienca të kundërta. Shpejt. Djali ka qenë në televizion, ka për 100 epizoda të xhiruar, ka xhiru filme 60 me profesor Nisa Qosja, tridhjetare Nivari, rol kryesor. Edhe me 19 vjet ka thonë nuk e du më bu futbollist. Vazhdon me u marrë me futboll profesionalisht. Interesant. Vajza don me u bë aktore ose regjisore. Është vështirë me u dal fëmijëve në rrugë. Aq më shumë na që vetë jemi njerëz të medjave. Po ja kemi respektuar dëshirën edhe djalit, i cili ka pas një potencial të shkëlqyshëm me këtë eksperiencë, po them, ka edhe aktor të edukume që nuk i bëjnë 100 epizoda në jetën e tyre. Ndërsa me 19 vjet i ka pas ato, edhe filma dhe role, dhe ka thonë nuk du. Dhe vajza që ka një background tjetër dhe që ka vendosur, tash ka filluar me i pëlqy. Shkon vetë në teatr, balet përcjell vazhdimisht, i bjen pianos. Ajo po ka dëshirë me u bë aktore ose regjisore, se ka vendosur. Po thotë e kam qef me u bë regjisore, a din se. Vesh një herë kisha pasur me të pas në audicion edhe me të thonë, ja, si plotson kriteret e mia. Sa e mirë. Tash u bë ta bëj pyetjen e fundit, është pak klishe, po na shohin shumë shikues të momente diaspora, dikur thotë, ty Andriani, A kishe mujt pak shkurt nga 3 gjermante të trash një pjesë të ndën? Nuk muj. Nuk mërësh? Me që është e fraza e famshme. Që me cakin ose me atë kamerën atje, hajtë? Që fraza e famshme, dinë edhe besi këto. Që thaj me 2 vo. E në serin që i kemi pas, vazhdojnë me u identifiku me gjermante të trash, pavarësisht që është për para 20 vjetëve. Sigurisht publiku në mon men shumë moti, edhe thash që kam një respekt veçantë për këtë ata që na përcjellin. Ka njëherë pak i nati po vjen, një natë nore një polic. Edhe u afru, pej mrapa, kështu, dritën me bën. Okej, isha pak ma shpejt se sa. Nuk vëzit shpejt, po isha ma shpejt se ishim qytet. Isha për 13 kilometra manal se sa, 53. Edhe mua bjen ato, po 53, edhe më pa. Artist. Thash, artistin dënaje, bënë në nëshkrim, gjithmonë ju thëmë. Bënë, ku mbo gabim, bënë dënimin, pa problem, s'ka të lashe. Qysh bre tha me dënu, tha po unë jam rrit me ty. E këqyra tërë sa vjet i kiti. Këtë që ja ka nisë në ardhin ati, po ne po harrojmë që vitet po shkojnë. Zdonoj? Jo. Ma fali, tha 13, nuk është shumë, po ideja që na po harrojmë sa kohë ka kalu prej atëherë dhe që vërtet njerëzit janë rrit me neve. Po vape, shaj, qëto punë e mira nuk harrohen. Këto punë sot për sot, as po këqyra, edhe po harrohen. Nuk e dim si manë me në histori. Kënaqësi që të kisha. Shumë faleminderit. Do doja shumë edhe 2 ditë epizodi me ty, po këto janë minuta. Muj me bëni emision bashk. Pse jo? Unë i thej voti, gatun. S'është problem. Po bëja i gare. Faleminderit shumë për ftesën, ku marrë me kënaqësi. Shumë faleminderit. Aq më shumë që i kemi programuar shumë kohë përpara. E që rrallë herë ndodhë në për televizione me të thirë dikush një muaj gjysmë përpara kohës edhe me ndodhë kohën. E për mu shumë e lehtë kur e di një muaj gjysmë përpara, sepse e kam lehtë me vendosë kalendar dhe pastaj kush e di çka më ndodh, do them jo se e kam kalendar. Më pëlqen energjia që e ki, mënyra që komunikon. Padyshim që sa herë që ju kum po tu gatu, kum laku mu gjithmonë me hangër. Po që merr dreni edhe mu. 2 pjata të shikues. Merr dreni edhe mu. Mos kallëzo dha tjetrën pjatë. Ama ka hangër për ne shikues. Për mua është kënaqësi kur të ftuarve i pëlqejnë recetat gatimet se unë s'kam kry shkollë gatime, ka pëlqen gjithmonë gatime. Edhe mandej tash atin çka anë. Se bën një emision ti din me prej kepën, edhe mos me qenë më punëtore televizionit, me bo vetë diçka. Me i reci, 4 vjet i bona. Jo 4, edhe 14, edhe mezi pe pres librin me receta. E mirë kjo, tim kanë thonë shumë mezi pe pres librin, unë më me gjithë edhe online, po ndryshë kur e ki printu, me she, e hap edhe e pregadit. A beson që e kam një shok që është nisë moti anë, nese bren, nese e qoj me shtypi me bojna, veç me pas, apo kupton.
Po do të shikus. Faleminderit shumë që ma the edhe ti këto. Kisha pas qef me mbyll bashkë emisionin pas marketingut, të shkojmë marketing, ta mbyllim bashkë emisionin, dalim prej studios? Po, ban. Edhe pim kafe. Ban. A pim kafe? Pi, tash e kom reduktu, po pi. Okej, një kafe. Marketing. Tashu shikus, jena këthy Për me shku. Isa më të kthejmë njerëzit, sun ju lejshim që ashtu me nalë në gjysë, dyqysh. Po, vërase, i bike si me fluturu. Shikues, falënderimi më i madh për ju që gjithmonë, që 4 vite një pjesë e shijes së anës në Klan Kosova. Faleminderit krejt mysafirëve që kanë qenë pjesë se më kanë thonë jo, ka pas edhe për ato që kanë thonë po mandej në zhduk jena vullu, po s'ka lidhje, ata i përshëndes forever kështu. Edhe një herë çelet dera e vera ka dera e që thojnë e tjerë. Tulipan Flower Shop për trandafilat, Jana Isuvi për flokët dhe grimi që mi ka lidh, Ciao Berto për këtë kruzhim briljante, Jani Ciao Berto për renovoni shtëpinë, bleni me çmime të mira, duke fitu 10% ullje, te i more 20, nëse 70, i kje dhe 10 nëse donë. Edhe fillu më 3 herë, ka 20% e bëj 100% lire. Që a vësha, shikues. Ujë të pelen, Argo Grupi me pijet, sot kishim ujën të pelen ujën shqiptar më i mirë të konsumojnë produkte vendore, sepse këtë mënyrë zhvillomi. Santalin, ujën. Santalin, langon me fruta natyrale, pashtes sheqeri italian. Argo Grupi të dhuron një shishe, verë të kuqe nga tikfeshi, apo don sangria? Pe marë sangria, për shak pranverës. Pranverës i pëlqen shumë sangria. Super. Kështu që pëja bëj dhurat pranverës unë. Ju bëftë mira, sangria. Me pak tapas aty. I pëlqen, kjo është ma e lehtë, edhe mi ashtu do gjërat të tjera, mi përgatit si do me fruta, me fruta me këto, po i pëlqen shumë, kështu që pëja marë pranverës si dhurat. Ju bëftë mirë. Po shkojmë e pi një kafe, tonë që kena me pi një kafe. E pim një kafe, pa tjetër me knatësi. Qa po ju thu shikuzve në këto momentet që na shohin? Shikuzve, për ju thëmë që është shumë e rëndësi që ka do që shihni me, ka do që falni, me provu me vetëm e njek energjinë pozitive për gjithë shka dhe kudo. Unë kam fillu që 5 vite, po funksionon për mrekulli. Zakonisht njerëz kur më pyesin qysh je, thonë me bëm ju thonë mirë, ju rrej. Edhe shumica presin që ka ndodhi. Çka thonë? Ju rrej sepse është shkëlqyeshëm, nuk është mirë, është fenomenal. Dhe shumica interesant bëjnë pyetje thonë, a dhe në po bën hajgara e ki për një me, thonë, jo për një me po, edhe vërtet për një me po. Që 5 vjet e praktikoj, shkëlqyeshëm kur ma mirë nuk kanë qenë gjërat, në secilin aspekt jetës. Prandaj zgjedhni, çka shihni, energji pozitive, gjërat mira, një për tyre, emisionin e anës, knatësi, me nis ditën, me emision, me energji të mirë, me ushqim, me shkëlqyeshëm. Unë nuk knaqqa sot, besoj që edhe ju një knaq me neve. Edhe unë një knaq me Adrianin shumë, edhe njerë faleminderit nga zemra që erdhe të shianës. E di që e shumë i nëzonë, ja, po na erdhe. Me knatësi, me knatësi. Shumë faleminderit. Apo shkojmë? Po shkojmë. Del.